Për fat të keq, shumë njerëz në mbar botën, sidomos gratë, janë të shqetësuara me pamjen e tyre të jashtme, kur bëhet fjalë për shfaqjen e rrudhave. Plakja nuk është asnjëherë e mirëpritur. Industria kozmetike sot është duke prodhuar miliona produkte antirrudh, trajtime si botox, tërheqje lëkure. Por përveç se janë shumë të dëmshme, një pjesë e madhe nuk kanë mundësi financiare për t'i aplikuar apo për të blerë produktet e shtrenjta. Kjo është arsyeja pse një pjesë e madhe grave përdorin maskat dhe trajtimet natyrale për reduktimin e rrudhave. Dhe ne do ju sjellim një krem të bërë në shtëpinë tuaj për të gjitha llojet e lëkurës dhe që jep rezultate magnitëse në vetëm një javë. Përbërësit janë 2 lugë gjelle vazelin, 1 lugë gjelle vaj bajame ose vaj ulliri, 1 e verdh veze, si dhe 1 lugë gjelle mjalt. Shkrini fillimisht vazelinën, më pas hidhni në të verdhën e vezës, mjaltin edhe vajin. Përziejini mirë derisa të merrni një masë homogjene dhe lëreni më njap për 5 minuta. Pastroni fillimisht fytyrën, thajeni dhe më pas aplikoni kremin me lëvizje rrethore. Lëreni të veprojë për 30 minuta dhe më pas pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë dhe me ndihmën e një pambuku. Këtë krem aplikojeni për rreth 1 javë dhe rezultatet do të jenë vërtet të këndshme.